Përshëndetje shikues të nderuar. Për shkak të mosarritjes së censusit me 11 janar të vitit të ardhshëm, zgjedhjet në disa komuna do të përsëriten, po ashtu edhe në komunën e Vrapçishtit. Sot të ftuar në intervistë kemi Zulhajret Demiri, i cili është kandidat i pavarur, po ashtu ka marrur përkrahje nga koalicioni Vlen dhe nga ASH-ja e Zjadin Seles. Përshëndetje zotri Demiri. Përshëndetje, faleminderit për ftesën dhe hapësirën kohore që na jepni. Nderimi për audiencën tuaj dhe shikueshmërinë. Faleminderit. Do t'ja filloj nga ajo se na tregoni kush është Zulhajret Demiri që po kandidon për komunën e Vrapçishtit. Fillimisht unë jam një biri i Gradecit edhe i komunës së Vrapçishtit. Neve na njohën fillimisht lagja jon, familja jon. Shkollimin fillor e kam kryer në fshatin ku kam lindur, shkolla fillore Mehmet Deralla. Jam gjimnazist i shkollës së mesme Pançe Popovski, fakultetin filozofik, pedagogji, psikologji dhe jam master i shkencave pedagogjike. Me thënë kjo është sa i përket shkollimit, ndërsa karrierën time në punësim e kam në drejtorinë e mjedisit jetësor, planifikimi hapësinor në vitin 2017-2018. Pastaj jam punësuar në sektorin atje dhe ku kam mbaruar shkollimin tim profesional në pranë komunës së Vrapçishtit, sektori i arsimit, pastaj si inspektor komunal dhe një kohë përgjegjës për arsim, ndërsa në vitin 2023 kam qenë i emëruar si drejtor general në Hekurudhat e Maqedonisë. Po cila është ajo arsyeja që ju vendosët të kandidoni për komunën e Vrapçishtit? Le të themi më saktë, pse mendoni se Vrapçishtit i duheni ju si kryetar komune? Po tani realisht komuna e Vrapçishtit edhe ajo pjesa e Pollogut janë si zakonisht më shumë një pjesë e madhe është në mërgim dhe unë jam një farë lloj mërgjimtari sezonal. Jemi me punë sezonale edhe në Bregdetin kroat edhe në Budapest, mirë po gjithmonë neve na ka me fizikisht kemi qenë atje, ndërsa shpirti dhe zemra po na rreh në vetëlindje dhe duke u nisur nga ky këndvështrim mendoj se jemi pjesë aktive edhe duhet të jemi pjesë aktive e kësaj shoqërie dhe atë pak kontribut të cilin ne mendojmë që ta japim, unë dua që ta jap për qytetarët dhe komunën nga ku unë vi dhe gravitoj. Por cili është plan programi juaj, le të themi, për komunën e Vrapçishtit? Cilat pika do duhet të preken në Vrapçisht? Atëherë, ne si një në komunë rurale, ne duhet të pranojmë se nga vitet e 90-ta me dorë të qytetarëve, me dorë të financave të cilat ata kanë menaxhuar edhe tani nëpërmjet të institucioneve me krijimin edhe këtë kuadrove të ri, ne e kemi ngritur nivelin e komunës, mirë por gjithmonë duke parë nga i këndvështrim se për herë mundet edhe më mirë, edhe ne pak a shumë i kemi detektu ku janë problematikat në bashkë bisedim me qytetarët, edhe mendojmë që bashkarisht krahas dhe krah për krah me ato ne të i bashkërëndisim edhe në platformën dhe programin tonë politik. Në një të ardhmen të afërt ne edhe do e shpalosim këtë lloj vizioni dhe këtë lloj ide të cilën do duhet pastaj me punë mund të realizojmë dhe të shtojmë në procesuim e ta bëjmë realizim. Patjetër. A mund të na përmendni pak se cilat janë ato karakteristikat kryesore të kësaj komune, të komunës së Vrapçishtit? Komuna e Vrapçishtit është një komunë multietnike, edhe kjo për mua është një vlerë e shtuar aty në komunën tonë, sepse ajo përbohet nga komuniteti turk, maqedon, shqiptar, kryesisht janë shqiptar, ndërsa komuniteti turq dhe komuniteti i Maqedon janë me pakisht, por pavarësisht kësaj ne kemi ngritur në stad dhe në nivel paksa më të lartë të komunikimin e këtyre lloj komuniteteve dhe ne bashkëjetojmë si fqinje dhe ja zgjasim dorën njëri tjetrit në varësisht prej nevojat që ne i kemi. Edhe kështu mendoj që edhe gradualisht të fillojmë edhe të mendojmë si një shoqëri e përbashkët
dhe të mos kemi kësaj lloj ndarjesh ideologjike ose konceptuale e jo më pak të aspektit nacionale e fetar, të jetë një respekti i ndërsjellët dhe kështu ne mund të ecim përpara si shoqëri duke i pas për shembull edhe shoqëri tjera të cilat janë multietnike. Po, zotri Demiri, a jeni optimist se do të fitoni si kryetar komune në Vrapçisht? Si zakonisht gjithsecili i cili hin një garës, qoftë ajo politike, qoftë sportive, në këtë rast politike, si zakonisht do të thonë neve në udhëheqja e elani dhe ai vullneti për fitore, por kjo nuk duhet të llogaritet si fitore ose humbje, duhet të llogaritet si një pjesë e kontributit të cilën ne sadopak që kemi të mundohemi dhe ta japim atij ku ne mendojmë se do të shkojë në dobi të gjithë qytetarëve, nga vetë fakti dhe i përgëzoj dhe i falenderoj edhe subjektet politike si Aleancën për Shqiptarët me komunikat nga Zjedin Sela dhe liderët e Vlenit të cilët japin mbështetje. Kjo tregon një seriozitet dhe ndoshta është edhe herë e parë që ditë tabore politike kushtimisht thënë me oponenca politike dhe përkrahin dhe radhiten rreth një kandidaturës së pavarur, duke i ashtuar kësaj se ne kemi komunikime të vazhdueshme edhe me individe, struktura të subjekteve tjera, përfshirë këtu edhe Bashkimin Demokratik edhe Partinë Demokratike Turke, dhe unë i ftoj dhe apel gjithë secili që të na bashkohet neve, në qoftë se ata mendojnë se jemi në rrugë të mbarë, e ne japim fjalë që këtë lloj besimi që do e konvertojnë në votë, ne do Zoti edhe nuk u akthejmë me të keq, po me punë angazhim. Por në fund dua t'ju pyes veçanërisht për banorët e Vrapçishtit, cili është ai mesazh që po e përcjell përpara se të dalin të votojnë më 11 janar? Sa i përket banorëve të Vrapçishtit dhe në përgjithësi elektoratit dhe votuesit, unë kam një bindje se ata din shumë mirë të vlerësojnë, pavarësisht se si politika deri më tani i ka parë votuesit. Unë mendoj dhe besoj thellë në sovranin, sepse ai din të daj, din të dalloj dhe din të jap shans individit ose subjekteve të caktuara politike, por din edhe të dënojnë në situata kur ata devijojnë nga ai rrugtimi të cilin është dashur të trasojnë. Apel për qytetarët unë kam që nëse ne jemi në rrugë të mbarë të hajrit, të vinë të flasin për ne, në qoftë se ne kemi ndonjë gabim të vinë të flasin me ne, dhe kur të bëjmë punë të mira, ata bashkë me qytetarët të vinë dhe t'i gëzojnë ata të mira, duke besuar fort se ne jemi në një rrugë të mbarë dhe kërkojnë nga gjithë secili që jo të na mbështes, por të ri krah për krah me ne, që ne edhe platformën dhe programin ta e bëjmë bashkë, ndërsa edhe të mirat të cilat do duhet t'i bëjmë t'i marrim përgjegjësi dhe bashkarisht të hekim një herë për gjithmonë atë klientelizmin e atë kuptim të asaj se është kryetari i komunës, është ai i cili i bën të gjitha dhe të tjerët janë vetëm që kontribojnë në ditë të zgjedhjeve, e ne të tjerët jemi elita të cilët presëm shirita. Unë dua që gjithë bashkarisht këtë të ndjejnë si pjesë të shtëpisë vete. Përderisa ne nuk e llogarisëm të mirën publike dhe nuk e llogarisëm si pronë tonë dhe t'i dalim për Zot, edhe jashtë kufive të shtëpive tona, me thonë, nëse këtë mund të instalojmë, unë besoj që ne ja kemi dalur. Dhe unë besoj që ka aq brume, aq kapacitet, aq kuadrë sa që t'i prinë këtij procesi. Zotri Demiri, ju falenderit shumë dhe ju urojmë shumë suksese në garë. Falenderit, kënaqësia ishte ime, edhe ne ju falenderoj për ftesën dhe hapësirën, dhe edhe respekt për audiencën dhe çdo shikues tuaj që do na ndjekin nëpërmes të mediave. Ju falenderoj. Falenderit shumë. Shikues të nderuar, deri në intervistën e radhës, bashkë mirupafshim.